Ju jeni në dijeni të hapjes së një konsullate serbe në Shkodër? Normal që kam dijeni, sepse lidhet edhe, është interes kombëtar në radh parë, pastaj lidhet edhe me Shkodrën. Ku ndërtohet dhe si ndërtohet një konsullat? Sepse ka një logjik, kur ka një komunitet cilësor, numerik, të një vendi caktuar në një territor caktuar. Nuk mund të hapet një konsullat greke në Elbasan, për shembull. Dhe në këtë rast, duke bërë ballafaqimin, është veprimi më i gabuar, pra është një humbje që shitet si barazim. Ajo është humbje totale. Unë ta jap drejtën, por dua që të më tolerosh. Kjo nuk është diplomaci pastaj. Kjo është politikë agresive dhe me ngjyra nacionaliste tegra që ti zëvendësosh diplomacinë me politikë nacionale. Këtë, e kam bërë serbët në suksesin e tyre sepse kam përballë Ramën që marrëdhëniet shtetërore i ul në nivelin e marrëdhënieve personale. Nuk e di që marrëdhëniet personale mund të ndihmojnë marrëdhëniet shtetërore. Mund.